Kallzoj hoxh, se femër është, nuk ban thot me shku në xhami. Allahu akbar, pse s'ban me shku në xhami? Edhe femrat e kanë detyrë me shku për Bajram. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam i kanë nxitur, i ka urdhëruar edhe gratë të cilat janë me perioda të shkojnë në sheshin pra ku falnin Bajramin, të prezantonin në atë tubim të madh. Edhe pse nuk falnin namaz, pra nuk falin namaz kur janë me perioda, por prezantojnë në atë mbledhje të madhe të muslimanëve. Kështu që burra, gra, fëmijë, të ri, të reja, të gjithë me dal për Bajram. Të gjithë me shku pra në vendin ku falet Bajrami. Nesër është fest, është fitër Bajrami. Të gjithë, pa përjashtim.